Janë bërë 2 vjet që nga sulmi terrorist në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku një grup terrorist, i prirë nga ish politikani Milan Radojčić, ka sulmuar policinë e Kosovës dhe përkundër që mori përgjegjësinë për sulmin, Radojčić ende është i lirë dhe me vendbanim të regjistruar në Beograd. Sulmi është dënuar nga krerët e shtetit dhe ndërkombëtarët dhe i vazhdon të dënohet dhe të kërkojë dorëzimin e kriminalit Milan Radojčić. Të martën, përfaqësuesja e Britanisë së Madhe Jennifer McNaught në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në një fjalim rasti në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku po shqyrtoi për raportin 6 mujor për Kosovën, ka bërë thirrje Serbisë të dorëzojë Radojčić. Llogaridhënia për sulmin në Banjsk dhe për incidentin ndaj Kforit është pritur shumë gjatë, theksoi ajo. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi ka folur për bota sot rreth kësaj çështjeje, duke thënë se Britania solli në vëmendje disa narrativa. Të martën mbajt sërish diskutimi për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, u shqyrtua si zakonisht raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për situatën në Kosovë. Ashtu si herët e tjera, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca kërkuan që t'i jepet fund pranisë së UNMIK-ut në Kosovë, përkatësisht në veriun e saj, por Rusia dhe Kina e kundërshtojnë këtë kërkesë. Përpasoj, UNMIK vazhdon të monitorojë situatën në veri të vendit, bazuar kryesisht në interesat e narracionin e Serbisë. Në diskutimet e 3 vendeve pro Kosovës, në këtë diskutim, pati në fakt diferenca, përfaqësuesi amerikan shfaqi shqetësimin që të mos ndërmerren akte të njëanshme që tensionojnë situatën. Ishte kjo një tërheqje vëmendje për masat e qeverisë së Kosovës për të shtrirë sovranitetin e shtetit në veri të vendit. Megjithatë, kjo vërejtje e përfaqësuesit amerikan mendoi se duhet parë me racionalitet, që do të thotë se qeveria duhet të vazhdojë të punojë për të shtrirë autoritetin e saj në të gjithë territorin, por ndoshta ka mungesë edhe me faktorin amerikan dhe europian të bashkëpunojnë ngushtë. Gjithsesi, qëndrimet e përfaqësuesit të Britanisë së Madhe, Jennifer McNaught, u treguan në këtë diskutim shumë më afër dhe më miqësor se sa përfaqësuesit e vendeve të tjera me Kosovën. Britania e Madhe solli në vëmendje disa narrativa, së pari se Kosova konsiderohej një vend i sigurt dhe si e tillë nuk ka nevojë të monitorohet nga UNMIK-u. Së dyti, se në Banjsk pati para 2 vitesh një akt kriminal terrorizmi dhe autorit e tij duhet të përgjigjen para drejtësisë. Së treti, lidhet me thirrjen që Londra i bëri shteteve të ndryshme për ta njohur shtetin e Kosovës. Kjo e fundit nuk u theksua nga asnjë prej përfaqësuesve të tjerë të vendeve anëtare të përhershme ose të përkohshme të Këshillit të Sigurimit, deklaron profesori. Ai thotë se diskutimi i përfaqësuesit të britanik duhet konsideruar si presion ndaj qeverisë dhe presidentit të Serbisë. Kërkesa më e rëndësishme e britanikut Jennifer McNaught ishte ajo që të bëjë një me dënimin e vazhdueshëm të aktit terrorist në Banjsk dhe dënimin e autorëve të tij, përfshirë kreun e këtij terrori, ish në kryetarin e listës sërbska dhe mikun e ngushtë të presidentit të Serbisë, Milan Radojčić, që nga 23 shtatori i vitit 2023, Radojčić i akuzuar për terrorizëm, ndodhet e lirë në Beograd. Në këto kushte, diskutimi i përfaqësuesit britanik duhet konsideruar si presion ndaj qeverisë dhe presidentit të Serbisë, të cilët mbështesin terrorizmin dhe provokimin ushtarak kundër vendeve fqinje. Në rastin konkret kundër Kosovës, ky presion nga Londra është një kontribut i rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit tonë të Ballkanit Perëndimor, sepse paralajmëron Serbinë që të mos ndërmarrë në të ardhmen akte të tilla si ai i Banjskës në Kosovë. Është për të theksuar se gjithashtu në Londër, kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer, njoftoi se legislativi dhe qeveria e tij do të zgjasin mandatin e forcës britanike në KFOR e Kosovë deri në vitin 2028, pra edhe 3 vite të tjera. Po ashtu një komunikat e Ministrisë së Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar vëtheksin të kontributi i KFOR-it britanik për paqen dhe stabilitetin e Kosovës e të vendeve në rajon. Kjo do të thotë se Londra është vendosur për të mbrojtur atë që është arritur në formimin dhe konsolidimin e shtetësisë në Kosovë, dhe se qeveria britanike i përmbahet me vendosmëri parimit të mos ndryshimit të kufive në rajon, shprehet Bytyçi. Ai e konsideron Britaninë e Madhe partner dhe aleat më të mirë dhe më të sigurt të Kosovës me Europë, gjithsesi shton se diplomacia në Kosovë duhet ta lexojë me nota optimizmi këtë qëndrim të qeverisë politike dhe diplomacisë britanike. Duket qartë se ka një lidhje të ngushtë midis deklarimeve të përfaqësuesve të qeverisë ditën e djeshme në Londër dhe diskutimit të përfaqësuesit të saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Kjo lidhje bazohet në të njëjtin motiv dhe të njëjtat politika ruajtjen e stabilitetit e të sigurisë, si dhe forcimin e shtetësisë së Kosovës. Këtyre dy qëllimeve që Britania e Madhe i deklaron më shumë se vendet e tjera europiane, i shërben edhe thirrja për përfaqësuesit britanik në OKB bëri për njohjen e shtetit të Kosovës nga ana e shteteve mosnjohëse deri më sot. Nuk e bëri këtë as SBA-ja as Franca, gjë që na jep mesazhin se Britania e Madhe është aktualisht partneri dhe alati më i mirë dhe më i sigurt i shtetit të Kosovës në Europë, krahas Turqisë. Diplomacia e Kosovës duhet ta lexojë me nota optimizmi këtë qëndrim të qeverisë, politikës dhe diplomacisë britanike. Kryesorja është se duhet të shfrytëzojmë këtë moment për të kërkuar bashkëpunim aktiv për shtimin e njohjeve. Britania ka qenë perandori kolonish dhe ka një influencë të jashtëzakonshme te shumë shtete të rëndësishme e të mëdha, me të cilat mban lidhje të ngushta miqësore. Koordinimi i diplomacisë së Kosovës me atë britanike për të vepruar me koordinim në këtë drejtim është detyrë dhe obligimi patjetërsueshëm. Kësaj duhet që kjo të shërbejë edhe për motivim politik e bashkëpunim në krijimin e qeverisë dhe institucioneve të qëndrueshme. Në përgjithësi, mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s e mbajtur të martën e shkuar ka qenë më pozitive se sa mbledhjet e shkuara, më pak e tensionuar dhe më pak shërtuese siç ishte bërë zakonisht për të bërë presion mbi të dy palët. Këtë situatë ka favorizuar gjithashtu situata dramatike në Serbi dhe sidomos në Beograd, ku presidenti Vučić ka ngritur çadra për të strehuar militantët në krah të tij kundër protestuesve studentët e rinj të Serbisë, përfundoi ndër të tjera profesori.